Pra tema e ditës sotme është apo ngatërrojmë shpesh mungesën e vëmendjes me çrregullimin e zhvillimor të fëmijët që i kemi rreth e rrotull. Shumë e lumtur kur na vjen edhe musafir drejtorë që i kemi se Shkupi është i vogël, njihemi të gjithë. Shumë i vogël. Jam shumë e lumtur që sot e kam një mike të vjetër e cila jemi njoftuar në këto shkollat filozofike, psikologjike, të cilat me të vërtet jo vetëm për tek fëmijët, mirë po ndihmojnë edhe në shëndetin psikologjik edhe tek të rinjt dhe të moshave pak më madhore të themi kështu. Mirë po sot do ta kemi si një defektologe e cila na vjen këtu në studio për na informuar dhe me të vërtet të shuajmë kurreshtjen dhe shqetësimet e prindërve të ri të themi, të cilët kanë shumë shqetësime, të cilat ndonjëherë edhe janë dezinformatat e shumta të cilat ndikojnë tek të themi ajo potencimi i ndryshëm i diagnozave tek fëmijët, mirë po sot për të gjitha këto kurreshtje do na i shuan Gjenisa Asani. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që je zgjuar së bashku me ne dhe që sot do të na bashkohesh bashkë me drejtorin. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Përpara se të kalojmë tek pyetjet, të cilat e kemi zakonisht për të ftuarit tonë, ne kemi shpallur një temë ku kemi pasur shumë vërshim të mesazheve nga shumë shikues, dhe tema e ditës sotme është a ngatrojmë ne si shoqëri shpesh mungesën e vëmendjes tek fëmijët me çrregullimin zhvillimor tek ata. Ndonjëherë turbullohemi, nuk dim se ku jemi, ose ndikohemi nga gojdhënat të fëmijëve, të familjarëve, i etiketojmë pa vetdije ndonjëherë. Shkurt e shqip Gjenisa, nuk i shohim ato të metat e prindërve që i bëjnë tek fëmijët, mirë po menjëherë kapemi tek fëmijët, domethënë tek mungesat e tyre. Si e sheti domethënë të themi kështu më gjërësisht këtë temën që me të vërtet vëmendja mungon tek fëmijët? Atëherë shumë e vërtet, përpara se të filloj, unë punoj në një qendër për edukim special, pra është një qendër neurozhvillimore e cila merret me problemet në ngecje të fëmijët. Dhe zakonisht arsyeja sepse vinë 99% të prindërve vinë të shqetësuar dhe thonë deri tash fëmia jam ishte shumë okay dhe tash filloi të mos flet ose ndodhi diçka, a mos u paraqit autizëm ose ndonjë çrregullim apo thjesht ndodhi ndonjë vëmendje, apo shumicën e rasteve vinë për shkak se në shkollë mësuesja thotë se është shumë hiperaktiv, nuk mund të ulet në karike dhe kjo është diçka që shton shumë shqetësim. Por realisht e ngatrojmë shumë, janë dy gjëra krejt të ndryshme, për shkak se hiperaktiviteti është diçka që mund të rregullohet shumë më lehtë se sa një çrregullim neurologjik apo zhvillimor. Pasi që nëse është një çrregullim, do të thotë se do kemi edhe më shumë punë, edhe më shumë hapësirë për të rregulluar, ndërsa me hiperaktivitetin është diçka që prind mendojnë se çka u bë që tash pse ndodhi kjo, ose shumicën e rasteve ne si shoqëri nuk e pranojmë se është ashtu dhe themi hajtë se fëmia është i lasdrum, hajtë se është fëmia i parë. Kemi këto fjalë kështu për vel, sa më se çapkon pastaj. Ose hajtë se është djalë, deri të kaloje, por në fakt duhet i kushtohet rëndësi edhe vëmendja edhe kësaj, sidomos në rast se në shkollë mësuesja thotë që diçka nuk është okay me fëmijën dhe është shumë hiperaktiv, duhet të shkohet në psikiatër që të merret një lloj vitamini apo çka do që na sugjeron ai për të qetësuar. Pra të mund të bëjë një gjumë të shëndetshëm, se zakonisht këta fëmijë që janë kaq hiperaktiv nuk mund të flenë mirë. Zgjohen ora 4 ose në ora 3 të mëngjesit dhe prindët e dinë këtë send. Dhe fillon energjia e fëmijët. Në Instagram unë 3 orë. Special edition. E ke mësuar kështu vetën se nuk është normale, si mund të flesh vetëm 3 orë në ditë? E kam mësuar nga 18-19 vite, unë flej vetëm 3 orë në ditë. Të janë njës tash në me terapi, a ja aktiv gjatë ditës? Ditë nuk ndalem, turbo, super hiperaktiv. Ti thjesht e ke mësu vetën, po në rast se këta fëmijë, do me thanë, duhet të kanalizojnë këtë energji dykun, edhe ti, ndoshta e kanalizon energji dhe nuk e ndjen. A është e vërtet që hormoni i gjumit melatonina, si quhet? Jo, nuk e di, në fakt prej tek fëmijët, hormoni i gjumit domethënë ndikon se si mësohet fëmia që nga mosha më e hershme të flejë gjumë, ashtu domethënë edhe përcillet edhe deri në moshën madhore, deri në vdekje ndoshta kështu të themi. Por prap mund të hormoni i gjumit unë kam patur në djep kështu. Me zor.
ku kena tundur, shkunde, rreth e rrotull dhe tash më mungon ajo dorë me siguri. Prandaj s'ke probleme as pak me boshtin kurizor. Ta rikujtoj këtë, do mundohem që sonte ta praktikoj, se mbase mund të kthesh gjumi dikush. Jo, realisht është shumë e vërtetë dhe kjo është arsyeja pse shumë pediatra edhe të ndryshëm profesionistë sugjerojnë që të mund t'u japin diçka fëmijëve që të mund t'i ndihmojnë të flenë sa më mirë. Dhe në rast se gjumi është i shëndetshëm dhe përsëri ky fëmijë është kaq hiperaktiv, nevojitet të merret me ndonjë sport ku do e kanalizon energjinë e tij, si për shembull basketball ose not ose çka do që mund ai fëmijë të shkojë. Aktivitet fizik sa më shumë dhe sigurisht që Të harxhot ajo energjia e tepërt. Do të jetë më i stabilizuar në klasë. Unë do doja që të rikthehemi pak në temën, edhe pse kemi të ftuar edhe Gjenisën sot si defektologe. Unë do doja të ta pyes sepse shumica e njerëzve i ngatrojmë ndonjëherë gjërat, i ngatrojmë logopedin me defektologji. Do doja ju jeni defektologe? Defektologe ose edukatore speciale dhe rehabilitatore. Atëherë, do të më thuash çfarë është defektologjia dhe pse krijon frikë të shumë prindër si te? Vetë fjala, do më thonë, nxit një farlloj, po. Si mund ta shpjegoni defektologjin me mund pa të fjalë? lidhem me një rast shumë konkret që kisha para 2 javëve. Ishte një prind i cili po tregonte një shqetësim shumë të madh me fëmijën e tij, kishte kohë të gjatë që po merreshin me këtë shqetësim dhe vjen normal kur është lajmëruar te qendra, ka thënë se ky problem po na paraqita dhe direkt e kanë çuar në defektolog, ka ardhur dhe thot, realisht nuk po kuptoj ku ka marrë, tha ma mendoj që je psikologe, uroj t'jesh psikologe, mos t'jesh asi me defekt. Kuptojmë terminologjinë, Definitivisht, kjo është arsye edhe pse termi është ndërru, do me thanë tashma nuk funksionon defektologe, po thuhet edukatore speciale dhe rehabilitatore. Ose instituti apo fakulteti ka ndërru emrin nga defektologjia, ka kalu në edukim special dhe Vetëm ti rehabilitator. rahaton prindërit. Vetëm ti sepse rahaton. ti ngëllon keq, por realisht ndihmon shumë. Shoqëria kur e shef si defekt mendon se ky njeri po merret me defekte, fëmia jon nuk ka asnjë problem dhe ne nuk duhet të shkojmë këtu. Ndërsa kur themi edukim special dhe rehabilitim, atëherë edhe prindi, edhe ne si profesionist fokusohemi te ajo çka është më e mira e këtij potenciali të këtij fëmie dhe si ta nxjerrim në pa. Kjo pra është defektologjia. Merret kryesisht me nxënës, fëmijë dhe njerëz të cilët kanë ngecje në zhvillim dhe përpiqet që ato t'i nxjerr apo t'i bëj më të mirën e mundshme nga ky fëmijë apo nga ky person i cili po haset me një vështirësi, që mund të jetë vështirësi në të nxënë, vështirësi në zhvillim, autizëm, spektre të ndryshme, e cila mund të paraqitet gjatë kalimit të kohës apo edhe nga lindja. Për t'i rahatuar të gjithë prindërit që po na ndjekin tash që janë edhe prindër të themi të fëmijëve në moshë pak më të ri, të gjithë kemi defekte, mirë po është më se e rëndësishme që të miremi me ato të veçantat tona që ne i kemi. Mirë po, një herë për gjithmonë ti potencojmë dhe ti udhëheqim të gjithë ata që udhëzojmë të gjithë ata që po na ndjekin se kur është momenti i duhur që ne ti të dërgojmë fëmijët deri tek specialistët, tek ata të cilët mund një problematikë e cila ndoshta i duket prindërit shumë madhore, Gjenisa, mund të ndoshta të rregullohet apo si të them të mësohet dhe të zhduket kjo problematik për shumë pak muaj apo për shumë pak javë. A ka një moshë orientuese, mund të themi mbi këtë? Varet sipas fëmijës. Po. Atëherë edhe se nuk e tham, logopedia, ndryshe nga defektologjia, merret komplet me çrregullimet e artikulimit në të folur. Gjithçka që ka të bëjë me të folurin, pra janë dy dega komplet të ndryshme. Por në rast se prind gjejnë një shqetësim të madh, siç e përmendë Valbona, domethënë ata thonë, "Ok, po shkoj direkt te logopedi sepse është diçka më moderne kohës së fundit dhe është shumë mirë me çu fëmijën në logoped, por moshat më delikate, do thoja, janë moshat 2, 3 dhe 4. Me qenë se deri në atë moment fëmija mund të jetë i paraqitur tek teknologjia dhe te ekrani në përgjithësi dhe vjen një moment ku fëmija duhet të filloj të fol. Apo? 2 vjetë, gjys, 3 duhet të thot dhe prind presin e tin hajde nxirre fol. Dhe në momentin që nuk fol paraqitet ky problem shumë i madh tek ta prind që thon se ok, diçka ndodhi me fëmijën ton, ja nisim me lexu në internet,
edhe interneti Gabimi më i normal madh. ka shumë dezinformata kohës të fundit, akoma edhe nëse fëmija nuk përgjigjet në emrin e vet, që është një shenjë e hershme e një çrregullimi kritik, por nuk është ajo, do me thënë, nëse ti e thret 5 herë dhe ai përgjigjet 1 herë, prindi e bën këtë shumë të madhe dhe vjen te ne, apo nëse nuk është të folë në moshën 2 vjetë e gjysmë, që është okej si pas moshës biologjike, por nuk do të thotë se të gjithë zhvillohemi njëjtë, e sidomos për gjinin mashkullore që themi se djemt janë pak mame nga dal. Nuk e masim. Jo, asërse. Unë për shembull si profesioniste shumë them, jo, është okej, duhet të fillon të flet në 2 vjetë e gjysmë, por në rast se nuk ka fillu, atëherë duhet të ndryshohet diçka. Domethënë, shqetësimi i parë kur duhet të vinë është në atë moment që shohin se diçka nuk po shkon. Dhe ata si prind realisht e din, e ndjejnë se diçka është të ndodh, por zakonisht i shmangen për shkak të shoqërisë, për shkak të familjes, për shkak të Sa sjell problematika kjo shmangja, sepse unë kemi raste të shumta që dëgjojmë familje, shoqëri, rrethi ku jetojmë, komuniteti, dëgjojmë shumë raste të cilët neglizhenca e prindit ndaj këtyre shenjave që fëmiu i ka dhënë, ka çuar fëmijën deri tek problematika më madhore. Sa është e rëndësishme që mos të neglizhohen këto shenja. Se me siguri që japin shenja tipsa, që duhet t'i perceptojmë, ose si mundet prindërit e rinj, ose kushdo qoftë, si mund t'i dallon shenja, cilat janë ato të parat. Atëherë, të parat dhe ma të thjeshta që mund të duken. Si mund të jetë një test që mundet dikush ta bëj në shtëpi dhe të shikoj që vërtet është për në për tek ju, ose më të themi të ndryshohet mënyra e të ushqyerit. Po, atëherë, një ndër shenjat e para është kur fëmija nuk po përgjigjet në emrin e vet. Do me thënë ti e thret dhe ai bën sikur të ignoron totalisht. Një shenjë e dytë, e cila ignorohet shumë shpesh nga prindit, është mënyra se si luan një fëmijë. Për shembull, ne të gjithë e kemi shumë të qartë se kur 2 fëmijë luajnë bashkë, i ndajnë lodrat ose ti ja jep një veturë, ai ta jep një kocë, diçka e tillë, ndërsa një shenjë e cila duhet me patjetër të kërkojmë ndihmë profesionale është që fëmia luan në botën e vet. Domethënë, nuk i intereson kush je ti, a je fëmijë, a je mami, a je babi. Që është në guackën e vet i mbyllur. Po, dhe as nuk ndëgjon, as nuk shef se çka ndodh rreth rrotull, sepse ka një lojë të vetën dhe vazhdon. Ndërkohë që ka prind të cilët krenohen me këtë sens, se thotë fëmia jam më shumë kreativ, mund të luajë vetë dhe nuk ka nevojë për tjetrin, është i pavarur që tash. Por kjo realisht është alarm shumë i madh, sepse tregon që fëmia po krijon një botë të vetën aty dhe nuk po i intereson se çka ndodh rreth rrotull. Kjo tjetra është kontakti me sy, pra ti i flet fëmijës ose ai është duke ngrënë ushqimin e ditës, vazhdon han edhe nuk shef as mamin, as kërkan tjetër, shef telefonin ose diçka tjetër që bën një mungesë të madhe të kontaktit me sy, e cila pastaj mund të na çojë në shqetësime shumë më të mëdha se sa ajo është. Pra këto janë top 3, të cilat duhet me patjetër t'i vrejnë prind, edhe pse unë realisht kam shumë besim nga eksperienca ime, që prind shumicën e rasteve e dinë dhe e vrejnë, thjesht kanë shumë frikë që ta paraqesin si problematik ose kanë shumë frikë të drejtohen në profesionist, sepse ka shumë njerëz të cilët i gjykojnë apo nuk janë mbështesin me ndimin. Për shembull, unë kam shumë prind, mame, të cilat vinë dhe thonë, unë du ta sjell djalin, po nuk më lejon familja, unë du ta sjell djalin, po kam shumë shqetësim. Edhe kjo tema ka qenë shumë tabu, sepse prindi duhet të jetë ai që merr vendim për fëmijët e saj. Mendoj sot kohën e fundit ka marrë jehon kjo, sepse janë edhe rastet, ndoshta fatkeqësisht mund të themi janë jashtëzakonisht të shumta, ose mund të jenë të njëjta, por dallimi i kohës është se përpara 20 viteve, shumicën e rasteve me fëmijët të cilët ishin paksa me zhvillim të vonuar, prindërit pa vetdije i izolonin vetë. Dhe kjo nuk dilte në pak dhe nuk ishim një numër të saktë të fëmijëve të cilët janë me zhvillim të vonuar. Tash nuk e dim për të bërë statistikë. Sipas statistikave numri është shtuar shumë më shumë. Është shtuar më shumë. Domethënë, nuk e di sakt, por një informatë që kishim mbi shkolla që janë Zlatën Sremec dhe Indina, që janë 2 shkolla specifike për fëmijë me çrregullime, kanë dikund mbi 1000 nxënës të regjistruar që janë klasa e parë, vitin e fundit. Mbi 1000. Po. Flasim për një vit. Kjo është shumë, një numër shumë alarmant.
dhe statistikisht do më thënë kjo ka ndodhur diçka 6 vitet e fundit, Zlatën Sremet nuk si shkollë, specifike nuk kanë marrë klasa të para, meqense numri nuk ka qenë aq i madh dhe nuk ka qenë e nevojshme që fëmijët të shkojnë në shkolla specifike, ndërsa vitin e fundit është bërë shumë e detyrueshme që të shkojmë atje, për shkak se shkollat normale po përkeqësohen apo poshtohen, andaj është tu nevoja që të mund të shkojnë atje. Dhe sipas statistikave, domethënë shumë a shumë kanë ardhur. Gjenisa, ti personalisht si mendon kjo ligji që viteve të fundit u vendoset dhe të ketë asistent, defektolog, tash nuk e di edhe këta punojësit social të cilat janë vendosur në shkolla, apo e kryen efektin e duhur, apo duhet që t'i kanalizojnë fëmijët në institucionet më përkatëse për këto të themi defektet e vogla të cilat mund të paraqiten dhe të cilat nëse ne reagojmë me kohë, ndoshta edhe mund të jenë domethënë thjesht problematika të kohës, të disa muajve, të cilat mund të përmirësohen. Si mendon ti si defektologe, është apo funksionon ky ligj i ri për të pasur çdo fëmijë që ka ndonjë zhvillim pak më të ngadalt të ketë një asistent personal? Atëherë, kjo në përgjithësi quhet arsimi inkluziv, apo ndryshe do të thotë përfshirja e çdo fëmie me 100% e vet në klasë. Sipas meje, mendim shumë personal, mendoj se në shkollat tona nuk është se funksionon ashtu siç duhet, pasi që është krijuar një lloj mënyre të munduar e përfshin nxënësin në klasë, asistenti merr një rol jo ure, po një lloj ngecje te kalimi mes mësuesës, prindit dhe pastaj nxënësit. Domethënë nxënësi shumicën e kohës është vetëm me asistentin. Dhe në këtë rast asistenti bëhet një mësues all inclusive i nxënësit që ka çrregullim. Ndërkohë që largohet shumë ai efekti që mund të përfshihet shumë më shumë në klasë një fëmijë. Por edhe kjo varet shumë sepse ka raste të cilat realisht kanë shumë nevojë për një asistent, por nuk do të thotë se çdo njeri duhet të ketë një asistent, pra duhet të folet njëherë me profesionist, a është për një shkollë normale, nëse është për një shkollë normale, a është për asistent, apo nuk është shumë e nevojshme, dhe nëse është me asistent, atëherë realisht është shumë e mirë nëse asistenti do krijonte një bashkëpunim më të mirë me mësuesën e klasës dhe me nxënësat në klasë, sepse zakonisht kemi shumë pritshmëri duke u verifikuar te mosha biologjike, po i ka 7 vjet dhe ky duhet të dinë këtë. Duhet më shumë durim për këta fëmijë nëse është në një klasë të tillë dhe më shumë mbështetje. Mendoj se mund të marrim si asistent personal, si defektolog, si shumë shkolla të cilat është arsimi inkluziv prezent, na nevojtojnë shumë më shumë trajnime. Shumë më shumë trajnime se si të mësojmë të mbështesim. Aplikojmë më shumë që të kemi informacione me këta. Ndërkohë, në fillim të emisionit kur e shpallëm edhe temën, e shpjegojmë që do t'ju kemi këtu në studio një mesazh që na erdhi. Thotë, e kemi një vajzë shumë inteligjente, por është shumë hiperaktive. Çka ndikon, a mund të na e përshkruani? Është 6 vjeçe dhe është tepër hiperaktive. Domethënë tregon që është hiperaktive, atë që sapo e diskutuam pak më herët. Dhe ky është shqetësimi i prindërve. A duhet të jetë e tillë apo jo? Edhe shumica e prindërve, për shembull, këtë sapo e përmendëm, arsimi inkluziv me fëmijët, është ndoshta ndonjëherë është mënyrë e gabueshme e insistimit të prindërve që i detyrojnë dhe shkolla është e gatshme, por këtu kemi edhe problematika të shumta pastaj me nxënës e tjerë të cilët nuk janë të koncentruar. Është një temë shumë emotive, edhe shumë e gjerë edhe është shumë shqetësuese, por mirë ata prindër të cilët e vuajnë dhe e kalojnë këtë kalvar me problematika të shumta, por do duheshte ndonjëherë sistemi që t'i kanalizon tamam siç duhet. E vërtet, atëherë ti përgjigjem me prindet. Po. Nuk është se duhet të ketë, më e mira e mundshme është të mos ketë një fëmijë hiperaktivitet. Por, në rast se ka në këtë moment, me siguri ka pas që nga fillimi tash nuk di shumë detaja, zakonisht më ndihmon shumë të marr sa më shumë informacione që edhe unë si profesioniste të dal në një konkluzion. Çka e shkakton? Janë shumë faktorë, domethënë mënyra se si ne hajm shumë pesticide të cilat realisht është e tmerrshme ti ndëgjosh. Mënyra se si hajmë, zakonisht fëmijët 1-2 çdo njeri që e don, hajde merrni një çokoladë, hajde bëna këtë, kështu ja ushqejmë pafund adrenalinën që ka
Dhe kjo e bën akoma Sheqeri edhe është më keq. domethënë një ndër faktorët që edhe tek më të mëdhej shkakton domethënë adrenalinë. E vërtet, Sa- e do të imagjinat e thotë? fëmijës. Sipas jush, sa më pak ëmbëlsira, aq më mirë. E sidomos As më para gjumit, sepse para gjumit as pak më nuk ka më gjumë pas E sheqerit, vërtet, pas Dhe çokoladës. pas kësaj vjen edhe telefoni, do me thënë realisht shumë prind jo se i keq përdorin këto terme apo nuk i vlerësojnë, por në momentin që një profesionist i drejtohet dhe thot fëmia jo deri në moshën 6 vjeçare nuk duhet të prek telefonin, ai thot, më fëmijë është, ai din çka më bëhet tjetër. Justifikim. Po realisht e kjo duhet mast të hiqet direkt, do Kjo me thënë lidhet nëse është me temën e ditës, domethënë vëmendje. Fëmia kërkon vëmendje. Nëse ne nuk e hapim celularin, ne do të luajmë me fëmijën, do Ne të kemi zhvillojmë një harruar rralla tu lexojmë fëmijëve Valbama. edhe edhe ajo. kemi Ne kemi harruar të harruar të luajmë. shkojmë t'i fusim fëmijët në gjumë. Edhe ajo. Ne kemi harruar shumë gjëra. Ne kemi harruar të njoftojmë fëmijët me natyrën. Dhe gjithë këta janë rezultat të cilët po na kthehen bumerang i tmerrshëm që sot po e vuajmë si shoqëri. Shumë e vërtet. Fatkeqësisht. Unë do doja të vazhdojmë në lidhje me temën sepse është një temë shumë emotive sepse ka të prekën shumicën e prindërve të cilët kanë vërtet. probleme të shumta që fatkeqësisht informacioni që edhe është tepër shqetësues, ku numri është jashtëzakonisht në rritje. Po më thuaj, a keni informacione shkenca? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës doli një deklaratë ku presidenti Trump Trumpi, tha po. që do t'i heqim disa barna nga lista Tylenol dhe Advil, më duket ishin disa Po. ë, Jo, Advil nuk ishte. nuk e di ishin disa po. disa barna që tha këta janë shkaktare të Autizmit. autizmit, më duket Tek nuk e nëna di të Shtazan, sa e pranon shkenca si të vërtet këta apo jo. Atëherë, Me siguri me që jeni e profilizuar këtu edhe keni po. informacione më të shumta. Duke u bazuar te qendra ku punoj, pra quhet Gaspar Center dhe ka edhe psikolog dhe neurofeedback dhe logoped, të cilët dhe defektolog sigurisht merren në një bashkëpunim dhe në bazë të asaj merret një vendim, për shembull se çka do i sugjerojmë këtij prindi që të merret me fëmijën e vet. Dhe në këto raste, duke u bazuar te shkenca, shumica e prindërve thonë se vaksina na e shkaktoi ka edhe kështu autizmin. konspiracionet e Po, shumta. dhe normal shkenca nuk e mbështet këtë, do me thënë realisht, sidomos për vaksinën MRR, që të gjithë prind janë shumë të sigurt që pas 19 muajsh kur fëmia e Do të pranoi patjetër të vaksinohet. vaksinën boni një regres shumë të madh, por realisht meqense shkenca nuk e mbështet, edhe shumica e profesionistëve nuk e mbështesin këtë. Shumica e profesionistëve sugjerojnë në rast se një fëmijë deri në moshën 19 muaj ka një ngecje, mund të shtyhet vaksina. Për shkak se shumica e prindërve dyshojnë dhe ky dyshim i nxjerr shumë pak kënaqësi akoma edhe fëmijas, sepse ai e ndjen këtë. Kështu që shumica e profesionistëve sugjerojnë që mund të shtyhet për 3 ose 4 muaj, por jo më shumë, domethënë sepse për sa kohë shkenca nuk e mbështet, ne s'kemi si me diskutua Unë po kam mbështet. raste, di disa raste, por nuk i di si raste, por nuk i kam verifikuar kështu personalisht, por më të dëgjuara, por i di se çfarë vuajnë. Kam dëgjuar që ka qenë shumë mirë fëmia. Ka komunikuar, ka vëzhguar, ka reaguar në pas vaksinimit ka humbur. Çfarë ka Kam dëgjuar. Nuk Kjo është diçka që shumë prind e flasin, domethënë ne kemi shumë raste të ose mund tilla. të jetë e hiperbolizuar si Po, është pak e ngjarje. egzageruar nga mangthi apo nga ajo se çka po përjetojnë prind janë me çdo kusht të gjejnë një përgjigje, por realisht nuk është nga vaksina, është nga vetë zhvillimi i fëmijës. Vaksina është vetëm mjeti apo forma që prind fokusohen që kjo ndodhi dhe zakonisht këta Duhet të lanë fëmijë, fajtor dikë. po patjetër e kemi. A pse nuk fajsojmë vetet tona? Sepse kur duam t'i heshtim fëmijët, ne jemi ata të cilët ua japim celularët Telefonin, për të komunikuar ne të dy dhe për të heshtur fëmijën, nuk fajsojmë këtë veprimin ton që ja bëjmë, që ua imponojmë, por doktorin. fajsojmë shkencën. Ja Doktori u japim që ne të jemi të lirë Po pra të komunikojmë. E që të mos vërtet, merremi domethënë unë fëmijë. kam raste të tilla ku përpiqem jo që ti vetë disoj prind, po thjesht nga ana profesionale se çka ka ndodhur deri në këtë moment me fëmijën tanë për shkak të telefonit dhe ti nuk je i vetëdijshëm në një farë mënyre dhe thot më fal, ama unë nuk të kuptoj. Kur të vi për punë si të luaj me fëmijën tanë, domethënë unë kur e kisha
ndryshe në këtë rast, ishte një fëmijë 5 vjeçar i cili fliste vetëm në anglisht, normal, sepse kur nuk kanë dëgjuar të fol me një njeri normal. Pra, prindërit nuk komunikon, Konkretisht e kam patur vetëm me fëmijën tim që nuk dinte lidhset asnjë lidhje me gjuhën shqipe, kishte shumë probleme. Edhe me kushëritë e mi që i kam patur në Amerikë, gjithmonë i kam kritikuar, ikët në Amerikë, ju shkuat atje, fëmijët i haruan gjuhën shqipe, dhe djali im pa shkuar në Amerikë, deri në mosën 5 vjeçare, fliste anglisht, dhe kur më thrisnin ata thonin, "Hama, po ky joti çpati, pa ardhur anglisht." Sakt. Pa, e Po, se vërtet kjo ishte sepse zakonisht unë prind po krenohen, thonë, ai din shifë sa mirë din anglisht. Domethënë, unë kam shumë seansa tek të cilat kam pas disa fëmijë ku seansat i kam bajt në gjuhën angleze sepse realisht fëmia nuk ke më ka problem kuptu komunikimi. në gjuhën që flet. Dhe kjo ka qenë shumë e dhimbshme, sidomos kur të thot prindi se si të luaj, domethënë ti në atë moment si profesionist kupton që fëmia ka mrit deri në 5 vjet dhe deri më tash nuk ka asnjë kontakt mes marrëdhënies prind dhe fëmijë. Pse? Sepse prind vin nga puna, është një jetë super dinamike, e marrin nga qerdhja fëmijën dhe askush asgjë nuk bën. Ti mund të rish në çantë telefon. mbajtëse, si një obligim, lere, thëre, domethënë, po jetojmë në një kohë mekanike, çdo gjë po e Shumë bëjmë, mekanike. pa vetdije, ne jetojmë të fletur, krijojmë familje të fletur dhe vazhdojmë të vdesim të fletur. Shumë e Fatkeqësisht. vërtet. Andaj njerëz të dashur, të zgjohemi edhe të fillojmë të komunikojmë me sy, të lëmë anash gjithë teknologjinë, sepse po kalojmë në një dimension të çuditshëm të shoqërisë sonë. Vetëm më Fatkeqësisht. jemi në atë të themi dimension. Gjenisa, unë dua të pyes pak të kalojmë tek ti personalisht. na ikën Na iki koha, jemi në 4 minutat e fundit Kur do Gjenisa. bëjmë pyetje për skenarin, do të na vish prapë. Do të na vi prap, jam e bindur që do të na vi prap, sepse ka kaluar shumë mirë, jam e sigurt. Mirë, po dua të di pak a shumë edhe ecurinë tënde personale, sa është e vështirë të jesh një defektologe, të jesh një shpresë, sepse kur vim prindrit, ata nuk të shohin si një Gjenisa, si një profesionist, ata të shohin si një shpresë, një person i cili do t'ja u ndryshon jetën, domethënë do t'ju jep shpresë, do t'ju jep vullnet, mirë po mbi të gjitha do t'ja u shëron, të them kështu në thojza, Bindjen. shëron ato dhe t'i bindë se fëmijët tyre nuk ka asgjë, ngecja nuk do të thotë autizëm, ndonjë vështirësi e vogël që paraqet fëmia nuk do të thotë që ka ndonjë diagnozë, sepse dezinformatat janë të shumta dhe mos informimi i duhur, po i çon edhe prindërit deri tek ato streset e shumta. Më thuaj ti si ballafaqor. Cili është momenti më i bukur që ka përjetuar? Po. Okej, këto të Dhe do sejnë dhe u atëherë, diçka që është shumë e vështirë te ky profesion është realisht momentet e tilla, të cilat përmenda deri më tash, do të thotë është një moment shumë delikat kur vin prind të shqetësum, të cilët zakonisht nuk kanë njohuri. Vinë sepse nuk kanë njohuri, sepse ata që kanë njohuri e zgjasin pakardhen. Kur vin prind të tillë, të cilët nuk kanë njohuri dhe për herë të parë ballafaqohen me mënyrën se si po përgjigjet fëmia i vet, sepse ne kemi disa teste bazë tek të cilat duhet t'i shohim në bazë të moshës biologjike se sa është okay një fëmijë dhe ata vedisohen në atë moment se si nuk po përgjigjet ky fëmijë apo çka po ndodh në këtë moment. Kjo është një moment për mua si Gjenis, është moment shumë delikat sepse duhet të mbahet një ekuilibër të mos e gënjesh prindin se çka po ndodh. Ti ja thua të vërtetën, ai po qanë ndërkohë e ke fëmijën prezent, i cili luan me lodra, po realisht unë kam shumë raste ku i mbush syt me lodë, po pastaj tham, okay, prit veç fakt se unë jam shpresa për ty. Po duhet të përmbajë, se ka shumë melankoli. Po realisht është shumë një ekuilibër e vështirë, sepse nuk ke se si t'ja lehtësosh, por ama ke mënyra që ti tregosh se ka zgjidhje dhe shumë bukur që tashmë kohrat janë të tilla që mund të shkojmë në profesionist dhe të drejtohemi dhe të kërkojmë ndihmë. Një moment shumë i bukur që kam pasur. Edhe këtu do ta përmbyllim sepse jemi minutën e fundit. Tek qendra është kur ka qenë një fëmijë 5 vjeçare që vinte në logoped dhe në defektolog, frate unë dhe te kolegja ime, dhe fëmia deri në moshën 5 vjeçare në asnjë moment nuk ka fol, domethënë nuk ka pas z et all, hiç. Dhe vinte Po, dëgjonte krejt shumë mirë në sistemin e motorikës dhe në gjithçka tjetër ishte shumë e mirë, por nuk kishte zë.
dhe ne bënim terapia intenzive 4 herë brenda javës, në mënyrë që të mund të nxjerrim sa më shumë nga ky potenciali i këtij personi. Dhe një ditë, kjo Elina quheshte, duke qenë në terapi me mua, tha sa kam voda, dua ujë, dhe ishte një moment, domethënë unë e lasha atë dhe shkova e thira mamin e vet, hajde brenda se ai dinte shofirse Rënqita. Po, realisht kjo ka qenë një moment shumë i bukur tek qendra dhe unë isha të e bu kështu shumë të madhe, hajde një shiferi. Edhe realisht në atë moment, domethënë tërë ditën a ditë ka përmend sa kam voda, sa kam këtë, sepse i kanë ardhur disa akorde të zërit, të cilat nuk i ka pas më herët dhe normal mami vet ishte shumë e lumtur, tashmë ajo nuk vjente, sepse ka përfundu seansat, por ishte një mrekulli Ushtofshin momentet e tilla, ushtofshin domethënë të gjitha ato brenga që kanë prindërit, po, u emocionova shumë. Ushtofshin gjërat e bukura dhe të jetë ky edhe një informim dhe të jetë thirrje tek të gjithë prindërit të cilët kanë shqetësime të tilla që të drejtohen tek profesionistë, sepse me të vërtetë ju e bëni një punë të palotshme, një punë e cila me të vërtetë ndonjëherë, jo ndonjëherë, por gjithmonë është shpresa për të gjithë ata që ballafaqohen me një jetë të vështirë tek më të dashurët e tyre. Jemi në minutën e fundit, faleminderit shumë Gjenica që ishe prezente. Do na vish patjetër. Do të bëjmë një temë bash speciale kështu, konkretisht që do të mundohemi të flasim. Sot bisedojmë në përgjithësi, por shpresoj që t'ju kemi sërish në studion tonë. Faleminderit për ftesën.